Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se vini në episodin e radhës të podcastit Zgjo. Ky podcast regjistrohet në One Voice Podcast, Tech One Technology Hub, Tek Piramida. I ftuari im sot është zoti Arjan Dyrmishi, i cili drejton Qendrën për Studim Demokraci dhe Qeverisje. Me zotin Arjan ne njihemi prej kohësh, por patëm një bisedë në një aktivitet zhvilluar nga qendra juaj, ku folëm edhe për marrëdhëniet e sindikatave me politikën, çfarë inicioi dhe më shumë këtë bisedë për të folur mbi punën, lirinë dhe sindikatat. Si ndikojnë ato në jetën e punëtorëve. Pra një trajtim, le të themi, më filozofik të gjës, pasi në këto podcastet më para ne kemi trajtuar edhe çështjet historike të sindikalizmit në Shqipëri dhe marrëdhëniet e punës bazuar në kodin e punës me inspektoriatin e punës, dhe sot duam ta trajtojmë këtë temë në mënyrë më filozofike në lidhje me shoqërinë tonë. Për t'ju njohur dhe ndjekësit tanë, nëse mundeni dy fjalë për veten tuaj. Po, faleminderit Renato për të marrë pjesë në këtë diskutim. Është kënaqësi për mua, siç edhe ti e di, në eksperiencën time të mëparshme përfshihet edhe roli që kam pasur edhe si drejtues si një organizate sindikale së arsimit, po edhe gjithashtu si funksionar në Konfederatën e Sindikatave të Shqipërisë në vitet 90, ku kam shërbyer atje si kam mbuluar çështjet për marrëdhënie ndërkombëtare, kështu që si thua, kam një eksperiencë prej gati 27 vjetësh që jam përfshirë në këtë veprimtari. Sigurisht diskutimi për sindikatat në Shqipëri nuk është në vendin e dur, për shkak se edhe të zhvillimeve organizative që kam pasur ky sektor, nëse mund ta quajmë kështu. Por sindikatat duhet seksuar që në organizimin shoqëror të shoqërive perëndimore demokratike janë një pjesë thelbësore e ADN-s së këtyre sistemit demokratik, dhe që duhet kuptuar dhe si e tillë, dhe nëse diskutimi për demokracinë në Shqipëri dhe për politikën nuk përmban mjaftueshëm edhe diskutimin për sindikatat dhe rolin e tyre, sigurisht që është i paplot. Dhe për këtë kjo ishte dhe zanafilla e diskutimit që ne patëm. Mua vjen mirë që ju e përmendët që dhe ju jeni një sindikalist, keni qenë drejtuesi sindikatit dhe një prej sindikatave të arsimit, dhe ne në një diskutim që patëm diskutuam dhe atë shprehjen e famshme të Papa Franceskut, jo vetëm domethënë aspektin demokracisë, po edhe në aspektin, le të themi, shpirtëror, që Papa Francesku shprehu që nuk ka sindikat pa punëtor dhe nuk ka punëtor të lirë pa sindikat. Si lidhet kjo? Çdo me thënë liria e një punëtori, të drejtat e tij në punë, si duhet ta konceptojmë edhe në aspektin e shoqërisë tonë në Shqipëri? Po kjo ka zanafillën me zhvillimet në Evropë mbas thellimit të revolucionit industrial, i cili solli për herë të parë në shoqërinë njerëzore një grumbullim shumë të madh njerëzish, të cilët u profilizuan të kryenin funksione të caktuara dhe lindjen e kapitalit, ashtu siç ne e njohim sot sistemi kapitalist. Natyrshëm kjo lloj marrëdhënie ishte asimetrike, sepse në shpërndarjen e të ardhurave ky ishte problemi kryesor, sepse punonjësit kontribuonin në krijimin e kapitalit, por ndarja e vlerës që realizohej ishte asimetrike. Dhe gradualisht kjo solli nevojën për organizimin e punonjësve në radhë të parë, sepse kishte të bënte me orët e punës, pra vlera që realizohej përmes shfrytëzimit të një kohe shumë të gjatë kishte ndikim në shëndetin e tyre dhe pastaj edhe më gjerë në shoqëri. Dhe gradualisht solli lindjen e dialogut ndërmjet punëdhënësve dhe punëmarrësve, por nga ana tjetër dhe organizimin e vetë punonjësve në parti politike, dhe duhet theksuar që partitë deri në mesin e shekullit të 19 ishin të organizuara në formë grupesh që quheshin parti kuadrosh, ndërsa sindikatat ishin ato që bërën të mundur atë që sot njihet partitë e masave, që janë partitë politike të organizuara për gjatë gjithë kohës, jo vetëm në procese zgjedhore, për shembull Shtetet e Bashkuara, të cilët
nuk kanë kaluar këtë proces organizimi shoqëror dhe politik për shkaqe historike. Partitë politike nuk ekzistojnë si struktura të përhershme. Ato grumbullohen rreth një vit para zgjedhjeve, grupe të ndryshme vendosin kë do kenë kandidat, zhvillojnë ato që quhen primare dhe pastaj partitë pushojnë se ekzistuare, sepse vetë Shtetet e Bashkuara historikisht nuk kaluan përmes krijimit partive të tipit të partive të masave. Në Evropë, partitë janë të përhershme edhe për shkak të rolit sindikatëve, sepse me krijimin e Partisë Socialdemokrate Gjermane në 1875 që shënoi lindjen dhe e ndryshimit të sistemit të partive politike, u detyruan që gradualisht edhe partitë tipike të djatha. Kemi më shumë këtë fenomen, kemi pasur më shumë në Europë. Në Evropë dhe vazhdon që të jetë edhe sot dhe në këtë aspekt partitë, sindikatat nëpërmjet dialogut me punëdhënësit dhe duke marrë pjesë në proceset politike, kontribuan në rregullimin e marrëdhënieve të punës, të drejtave të punës, por edhe krijimin e legjislacionit dhe pastaj edhe zbatimit të legjislacionit dhe gradualisht kemi një gërshetim për atë sindikatave në atë që unë quajta pak më herët ADN, por në stofin e shoqërisë, dhe prandaj në shoqëria jonë, siç e theksova, pa pasur këtë fije në stof është e paplot, sepse dhe proceset historike në Shqipëri kanë ndodhur në një moment ku dhe vetë sindikatat kanë pasur janë një moment më kritik për shkak të zhvillimeve të tregut. Organizimi i prodhimit nuk është më ai, pra robotika, teknologjia ka bërë që të ulet numri i punonjësve, që do të thotë që ka më pak në industri. Kjo do vazhdoj të ndikojë edhe numri do vazhdoj që të ulet. Po, do vazhdoj që të ulet, por këtu është edhe sfida edhe për të ardhmen, sepse njerëz do vazhdojnë që të punojnë, por sindikatat janë treguar shumë konservatore në përshtatjen me zhvillimet e reja. Pra ndërkohë që tregu, shoqëria, marrëdhëniet e punës kanë evoluar drejt formave përfshirë, ato që pam gjatë pandemisë, por që pastaj edhe janë integruar dhe më mbrapa të punës nga shtëpia, të punës me sezonale etj që e bëjnë të vështirë organizimin në sindikata, duhet që dhe është çështje e hapur, ngelet për tu parë në vitet, në dekadat e ardhme, se si do të bëhet e mundur që ky organizim i sindikatave të vazhdojë që të integrohet me zhvillimet e reja shoqërore teknologjike. Ne thamë që sindikatat, ju përmendët që janë një element mbrojtës, por kanë qëndruar asaj, le të themi, pozicionin konservativ të tyre me atë organizimin gjithmonë. Meqenëse unë nga eksperjenca shoh që dhe sindikatat kanë filluar tani të përdorin teknologjinë. Ne vetë si sindikat përdorim formën e anëtarësimit online, pra janë, si thua, përqasur pak me kohën. Por pavarësisht kësaj, unë mendoj se ndoshta kemi nevojë edhe për ndryshime të mëtejshme të kodit punës, sepse kodi punës është ndryshuar diku te 2015, pra gati 10 vjet që tani dhe tregu i punës ka ndryshuar, siç u përmendët, teknologjia, po afrohemi inteligjencë artificiale, po përdoret në mënyrë masive tashmë. Ndoshta mund të jetë edhe kjo pjesa që ne duhet që ta rishikojmë dhe një herë kodin e punës për ta parafruar me këto profesionet e reja. Sigurisht, ajo që sepse ndryshe sindikatat do mbeten ato struktura, sepse ai thotë unë në bazë të kësaj organizohem. Kështu e kam organizimin. E drejtë, po nuk është e thënë se kjo që unë sapo thash, sfidat, jo të gjitha sindikatat dhe të gjitha vendet janë qasur një lloj. Pra ka siç e thatë dhe ju, ka organizata të cilat kanë ecur pak më shpejt, po them sindikalizmin në përgjithësi, vazhdon të ngelet mbrapa dhe për shkak edhe të vlerës emocionale dhe simbolike që tradicionalisht edhe të imazhit kanë protestat në rrugë apo grumbullimet e mëdha, ato në këtë lloj komunikimi i cili ka ndryshuar, janë të vështira për të realizuar përsëri në atë lloj forme. Dhe kjo është një element konservatizmi që përmend që duhet të kalohet dhe duhet që sindikatat të hyjnë në një epokë të re të krijimit të kushteve për të garantuar qëllimin në atë parë, dhe pastaj do flas pak për kodin, që është garantimi të drejtave në këtë kontekst ekzistues që jemi, po përmes
një kuadri I cili reflekton këtë dhe mendoj që udhërrëfyesi për këtë gjë janë konventat e organizatës ndërkombëtare të punës, ILO, për arsye sepse dhe kodi I punës I Shqipërisë ka marrë shumë ose është bazuar tek konventat e organizatës ndërkombëtare të punës, për arsye sepse përcaktimi I kritereve të reja, I principeve të reja dhe I rregullave të reja kërkon dhe studime të thelluara, të cilat orientojnë pastaj edhe legjislacionit, konventat tregojnë dhe vendosin standarde të cilat vendet pastaj duhet që ti ndjekin dhe shumë e vështirë që vendet caktuara apo organizatat caktuara vetëm, përfshirë dhe po themi kodi I punës në Shqipëri do ishte shumë e vështirë që të rishikojë dhe të ofronte rregulla dhe korniza të përshtatshme pa kryer këtë lloj vlerësimesh që un po theksoj dhe mendoj që duhet ishte ndoshta I përmbysur procesi, pra duhet ketë një vëmendje më të madhe ndaj trendeve dhe ndaj zhvillimeve që dhe orientimeve që gjeneron ILO, Organizata Ndërkombëtare e Punës, dhe përmes tyre pastaj duke u përpjekur që të krijohet një përshtatje e re, sepse shoh edhe në legjislacionet e tjera të fushave të tjera që ka si thua ndërhyrje që janë pak empirike, mekanike, nisur nga një kontekst I shpejt, I cili kur ndryshojnë ato kushte, thonë po duhet ta ndryshojmë përsëri dhe nuk duhet të rënë, mendoj, kjo ishte një këshill, mendoj që në këtë lloj gabimi për të bërë ndryshime të cilat në aparencë mendojnë ose në afat shkurtër mund të prodhojnë zgjidhje. Për shembull, një element që unë dua të sjell janë këta punojësit e platformave, që regjistrohen në një platformë dhe shpërndarës motorristë ose punojësit e IT-ve që janë punojnë vetë nga shtëpia, nuk ka nevojë për të kenë një punonës fiks, apo punojësit e call centrave, të cilët përsëri punojnë nga shtëpia. Pra dhe në këtë kontekst, prandaj ta sollatat të kodit punës që ndofta ne dhe duhet ndryshojmë mënyrën se si duhet të organizohemi, sepse shpeshherë ne sindikate kemi shumë vështirë, për shembull ta gjejë personin që punon call center nga shtëpia ose ku ndodhet, sepse edhe kompania nuk ta mundson deri diku atë informacion. Pra duhet punojmë edhe me mekanizma ligjore për t'i detyruar edhe këto kompani që të ndajnë më shumë informacion kur ti si organizat kërkon ta mbrosh, sepse derisa themi që sindikata është aty për të mbrojtur punëtorin, duhet ketë dhe sindikata një lloj informacioni për ta mbrojtur këtë punëtor në këtë kontekstin e ri që po na krijohet në Shqipëri. Sigurisht, por çështja është që ka dhe sfida praktike, sepse për shembull dhe po marrim kritere mbrojtëse të cilat I ofron kodi I sotshëm I punës, nuk është se zbatohen. Pra, në një masë të madhe çështja nuk ka të bëjë me përshtatshmërinë e kuadrit, sesa me ndjekjen e zbatueshmërisë së kuadrit. Dhe në pikpamje politike, kjo është edhe është e rëndësishme sepse nëse do t'i afrohet një sindikat apo po themi me që ekzistues apo një e re që do të krijohet një grupi të caktuar punëmarrësish, do duhet që të ketë edhe një model suksesi. Dhe nëse unë, për shembull, do jem një punonjës që punoj nga shtëpia dhe jam I mirë informuar dhe do them okay, po me sa di unë ka shumë të drejta të cilat I ofron kodi punës, por nuk zbatohen. Dhe nuk zbatohen, atëherë përse unë duhet të bëj një hap fallso dhe të filloj të hyj në angazhime të tilla kur tek e fundit rezultati mund të jetë. Dhe prandaj dhe thash pak më herët që roli I sindikatave që në zanafillat e tyre ka qenë radhë parë në gjenerimin e modeleve të zgjidhjeve dhe pastaj garantimin të zbatimit të tyre dhe në mes të këtyre qëndron përshtatshmëria e instrumenteve, pra kodi, legjislacioni, kontratat kolektive janë instrumenti, por nëse nuk ka koncepte të qarta se çfarë ky instrument do shërbej, shpeshherë zgjidhet dhe instrumenti I gabuar dhe kjo është edhe në përgjithësi, domos në kontekstin ton shqiptar I cili vrullshëm ka ecur në këtë tranzicionin që shpeshherë kanë qenë zgjidhje empirike, që të bjerë në të tilla zhgënjime dhe zhgënjimet pastaj krijojnë edhe situata që e bëjnë më të vështirë pastaj që ta rimarrësh. E theksoj këtë gjë sepse vetë qendra që unë drejtoj dhe që edhe kam themeluar quhet për studimin e demokracisë dhe qeverisë, sepse në momentin kur ne kam krijuar këtë në 2009-ën, e kisha konstatuar që atëherë pikërisht këtë lloj instikti të kryerjes së veprimeve pa I studiuar paraprakisht.
Dhe kontributi im në këto vite ka qenë pikërisht që të realizoj studime dhe të ndërveproj me institucionet për të ndihmuar që të marrin vendime të mirë informuara të cilat që kanë dhe qëndrueshmëri në kohë. Duke e parë si sindikalist, po dhe nga pozicioni i studiusit, çfarë i pengon punonësit shqiptar që të organizohen, të bëhen pjesë e sindikatave? Kemi pengesa, ndofta këto që unë përmenda, ndofta puna nga shtëpia ose janë shtuar më shumë këta që i punojnë të pavarur, por çfarë i pengon në përgjithësi, sepse ne shikojmë dhe në përndërmarrje ka një hezitim të shkruar drejt një organizimi sindikal. Ndërkohë që sindikata, siç e përmendëm, është i vetmi mjet që ata kanë për të mbrojtur drejtat e tyre në një vend pune. Unë mendoj që ka një në kontekstin shqiptar, përveç sfidave që përmenda që vetë vendet më të zhvilluara që kanë një traditë organizimi po i hasin, në Shqipëri këto janë më të shumëfishta. E para sepse shumë të drejta tashmë garantohen me ligj pa pasur nevojën e ndërmjetësimit të sindikatëve. Pra, shumë kompani kanë rritur standardin edhe i ofrojnë ato. Dhe ky është rasti pse në Shtetet Bashkuara nuk pati lëvizje sindikale dhe pse nuk pati parti masa, sepse në shekullin 19, në momentin kur Evropa kishte probleme me marrëdhëniet e punës edhe me të drejtat, Amerika ishte nga që kishte nevojë për mbas sidomos mbas civile dhe kishte nevojë për krah pune dhe kishte nevojë për njerëz të kualifikuar. Kushtet e pagesës ishin shumë mirë dhe nuk ishte nevojë për një ndërmjetës. Dhe kjo bëri që në atë momentin e caktuar historik të mos lindte nevoja. Sindikatat në Shtetet Bashkuara janë krijuar kryesisht vonë, mbas viteve 30, më tepër mas lindjes problemeve. Më tepër, domethënë për të jo për të zgjidhur problemet themelore të cilat sindikatat zgjidhen në Evropë në shekullin 19, po për të rritur më shumë standardet të cilat ata i kishin. Dhe në Shqipëri aktualisht disa të drejta që ofrohen me ligj e bëjnë këtë të vështirë për nevojën e një ndërmjetësimi. Jo ofron kodi punës a priori. Jo ofron kodi punës a priori etj. Tjetra është që tregu punës në Shqipëri është shumë dinamik. Domethënë tash kemi ardhin e punëtorëve të huaj, që cilët mund mos ta kenë këtë kulturë dhe një pjesë e mirë e tyre mund të mos ta shohin sindikatën si zgjidhje ose kanë probleme të caktuara ose nuk e njohin fare kodin e punës. Nuk e njohin kodin e punës. Shumë shqiptar punojnë në vende të huaja, pra ekziston pjesa e trendi i emigrimit që njerëzit thonë ne përkohësisht jemi këtu dhe e fundit, po jo nga rëndësia, është modeli që në këto vite nuk është se është krijuar në një model ku njerëzit të kenë parë që përmes organizimit sindikal kanë ndodhur ndryshime të rëndësishme shoqërore, po edhe në marrëdhëniet e punës. Pra, në një farë mënyrë edhe ndoshta kjo është ajo që i pengon, që njerëzit nuk shohin atë shembullin e mirë ose ne duhet sillim si sindikata shembull më të mirë. Dhe kjo mund të ketë të bëjë edhe me komunikimin, po ka të bëjë për shembull sepse sindikatat, dhe kjo ka qenë pak dhe kontekstit paktën në vitet 90, mesin e viteve 90 dhe vitet 2000, sindikatat kanë funksionuar kryesisht përmes lobimit. Duke qenë se në Shqipëri janë të ndara kryesisht të afiluara me të majtën dhe të djathtën shqiptare, her pas here diçka është realizuar përmes lobimit nga sindikatat e majta kur kanë qenë ato. Një herë tjetër nga sindikatat e djatha kur kanë qenë, dhe në një farë mënyrë është krijuar si model jo ballafaqimi i drejt për drejt me institucionet, por lobimi përmes partive. Dhe kjo ka bërë të vështirë ndarjen pastaj. Në aspektin ideologjik, ne dimë që edhe në Europë kemi raste që ka dhe sindikata që anojnë djathtas, por nuk duhet të jenë sindikatat një lëvizje mase e majt më shumë drejt të majtës. Tipikisht, duke qenë se kanë origjinën e tyre në marrëdhëniet e punës, sindikatat janë me prirje të majtave. Por në vitet më të vonshme, po themi në vitet 30 e këtej, janë krijuar dhe parti të cilat janë krijuar edhe si rezultati kushteve specifike të vendeve, për shembull Franca ka një si thua është ndarje shumë të fragmentuar ku aty sindikatat gati përfaqësojnë ndarjet politike dhe kryesisht dhe që lidhen me demokracinë kristiane. Pra duke qenë se në
Evropë partitë e djathta kanë qenë kryesisht partitë kristian-demokrate. Dhe në Itali kemi një fenomen tillë, edhe në Itali janë të fragmentizuar, më pak. Në Francë më shumë. Atëherë ka pasur punonjës të cilët identifikoheshin më shumë me ideologjinë me partinë cilën votonin dhe kjo ka sjellë për saj krijimin edhe të kjo nuk i ngjan shumë, si thua, sistemi ton. Ndarja jonë është pak më mekanike. Edhe është pak e çuditshme që me kalimin e viteve nuk ka arritur, si thua, që të riformatohet. Tek ne janë ndarë thjesht partia majt, domethënë partia djathtë. Kështu që në formim ndofta ka ndodhur ky problem. Besoj që kur janë ngjizur ato lëvizjet e para mbas viteve 90. E drejt, po edhe në vende të tjera të Evropës lindore ka pasur ndarje të tilla, por që janë të kaluar me kalimin e kohës. Pra ky, si thua, konfigurim i cili ishte i tillë për shkak të transformimeve shoqërore që ndodhen mbas rënies së komunizmit, u rikorrektua me kalimin e viteve. Kjo ndarje vazhdon të ngelet për më shumë se 3 dekada tashmë, vetëm në Shqipëri me sa më rezulton mua, dhe mendoj që kjo për arsye se së brendshmi, marrëdhëniet e punës në përgjithësi, për ato që folën pak më sipër, po edhe unë do ta quaja një lloj mangësie në të kuptuarit qartë edhe të leadershipit sindikal të këtyre lloj sfidave, nuk kanë arritur dot që së brendshmi të krijojnë një lloj aliazhi që të sillte rikonfigurim të asaj ndarje aksidentale që është krijuar në fillim të viteve 90. Pra, ne nuk kemi arritur dot ta sjellim politikën tek sindikata, sepse në shumë vende politika bashkëpunon ngushtë me sindikatat, siç ju përmendët socialdemokratët në Gjermani apo Partia Laboriste në Angli. Pra janë të lidhura ngushtë, ose më saktë këto sindikatat janë një nga ato gjaku i partisë, le të themi, që furnizon partinë. Këtu nuk e shikojnë ashtu me sa duket. Domethënë në këtë kontekst të paktën unë e shikoj që partitë thjesht i kam parë si një mekanizëm që është aty. Ndonjëherë dëgjojmë, ndonjëherë se dëgjojmë, ndonjëherë se dëgjojmë fare. Domethënë ne nuk kemi arritur për të ardhur tek ajo që ju përmendët, që si sindikata të mblidhemi bashkë dhe të imponohemi politikës. Po, prandaj unë mendoj që kjo është më shumë çështje leadershipi e sindikatave se sa çështje konteksti, sepse konteksti ishte i tillë në një moment caktuar, por që gradualisht do duhet të ishte rregulluar. Dhe tjetra është që një pjesë e mirë e sindikatave në Shqipëri, tregu i punës ka vazhduar të ngelet i gjatë, i madh për i kohë gjatë i njerëzve të punësuar në sistemin publik. Po. Dhe sistemi pra të punësuarit në sektorin privat kanë pasur më vështirësi organizimi. Nëse do të fusja edhe një element tjetër, tani me politikat e reja të qeverisë, le të themi sistemi publik po konkuron ndjeshëm sistemin privat me pagat. Pavarësisht se në disa në pjesë të ekonomisë sistemi privat është akoma më lart, por po konkurohet ndjeshëm sistemi privat me pagat. Po dhe në numra, prandaj thash kjo hyn tek ajo pjesa që theksova pak më herët, që disa të drejta, siç është paga, oraret e punës e tjera janë të garantuara, dhe kjo e bën, si thua, deri diku të panevojshëm ndërmjetësin që është sindikata, por nga ana tjetër, kur theksova leadershipin, sindikatat e kanë pasur të vështirë me çmë rezulton mua në Shqipëri, që të kapërcejnë drejt të veten dhe të shkojnë përtej një roli pak më të madh se sa i garantimit të disa të drejtave që thjesht ofrohen për grupin të cilën sindikata përfaqëson. Pra, dalja nga korniza për të mbrojtur çështje që kanë të bëjnë me, po themi, çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Siç ndodh në sindikatat për shembull në Evropë, sa herë që ka një zhvillim të rëndësishëm ndërkombëtar, po themi lufta në Ukrainë, dalin dhe qëndrojnë. Po jo, mbajnë një qëndrim të tyre, ose thonë, okay, meqense po emigrojnë shumë punonjës, shumë njerëz nga Ukraina, po marr si shembull, po ka ndodhur edhe në kontekste tjera, për shembull gjatë luftës Kosovë këtu, apo gjatë kohës luftës në Bosnjë, të cilët krijonin fondi solidariteti për të ashtu. Pra, të tilla lëviz një rol më civil, po sigurisht, pra që nuk ka të bëjë vetëm sindikatat në Shqipëri, me çfarë kam kuptuar unë, ngelen vetëm tek mbrojtja e interesave të tyre.
Dhe kjo në kuptimin e dy aspekteve të modelit për antarët, që kjo bëhet konkurruese, dhe tjetër për modelin në shoqëri. Dhe shpeshherë kur kemi parë në Evropë protestat të mëdha, nuk janë vetëm sindikalistët, duke qenë se sindikalistët të marrin këtë rol, u bashkohen dhe qytetarët e tjerë. Kurse këtu është e vështirë për shkak të mungesës së këtij roli që unë përmenda dhe leadershipit të dur, që nëse ndodh për një kauzë të caktuar që sindikatat të dalin të demonstrojnë fizikisht në rrugë, edhe pse thamë që kjo nuk është në kohë të sotshme e vetmja, unë do dyshoja që dhe qytetarët e tjerë do bashkoheshin edhe për shkak të faktit se vetë sindikatat e kanë parë shumë ngushtë rolin e tyre duke mos angazhuar në kauza të tjera shoqërore civile. Thjesht marrëdhënie punëdhënës. Dhe kjo hyn tek në mënyrë specifike mendojmë tek një nga mangësitë. Unë kam qenë në kongresin e sindikatës Verdi, që është sindikata më e madhe në Gjermani, dhe në atë kongres mori pjesë dhe kancelari gjerman, edhe ku fut kancelari, dhe sa filloi fjalën kancelari, të mbante fjalën, një pjesë e sindikatës u ngrit dhe protestuan kundër kancelarit. Pa i ndërprer fjalën, kuptohet, me pankarta, por duhet që e vunë vështirësi dhe kancelarin, sepse dhe protesta ishte, siç ju e thatë, një çështje që s'kishte lidhje me sindikatën kundra dërgimit të armëve në Ukrainë. Pra një grup, një fraksion i sindikatës mendonin që ne thoshin nuk duhet të shpenzojmë lekët tona për të dërguar armë në Ukrainë. Pra u ngritën për një çështje që s'kishte lidhje fare. Dhe kjo ndodhte në një kongres sindikate përpara kancelarit dhe u detyrua kancelari të jepte përgjigje atyre pankartave. Përgjigja ishte politike sigurisht, por dua ta sillja si shembull se si duhet të jetë një reagim i sindikate edhe për këto çështje shoqërore ose çështje globale që lidhen. Po, kjo çështje edhe këtë desha të theksoj, që është edhe pozicionimi shoqëror. Pra, do kesh një pozicionim minimalist që thjesht do nisesh në mbrojtjen e interesave të grupit, dhe kjo e ekspozon shumë një sindikat sepse e bën thjesht korporatiste, apo do angazhohet në kauza pak më të mëdha. Dhe kjo pastaj thashë është leadershipi, është mënyra se si pozicionohesh në shoqëri, se si kryen komunikimin etj. Dhe sigurisht që kjo do pastaj edhe mbështetje, ndon resurset e duhura për ta bërë, por që në radhë të parë është vendimarrje. Dhe ajo që mua më rezulton që është dhe një problem me organizatat sindikale në Shqipëri është pikërisht mungesa e qartësisë për këto gjëra, po edhe mungesa e proceseve të brendshme ku të tilla gjëra të kenë mundësi që të zhvillohen dhe të diskutohen në mënyrë të hapur. Pra është në mënyrë ciklike. Duhet njerëzit të jenë të informuar për këto çështje dhe pastaj të i ngrejnë këto çështje dhe këto të bëhen çështje diskutimi dhe eventualisht pastaj vendimarrje edhe krijimi një trajektore të re. Thënë këtë, unë mendoj që të gjitha këto ndryshime që ne po shohim sot në Evropën Perëndimore në lidhje me marrëdhëniet e punës, por edhe këto mangësi të trashëguara përbëjnë një mundësi për t'i kapërcyer këto dhe për të krijuar një, si thua, organizim në shoqërinë tonë i cili të ishte më i përshtatshëm me shekullin e 21 se sa me shekullin e 19, sepse prandaj thash që nga pikpamja emocionale njerëzit akoma i tërheq logjika e protestave masive, por që qëllimi në radhë të parë është arritja një rezultati dhe protesta është mjeti, mundet dhe duhet bërë shumë më tepër punë nga ju që e shpenzoni kohën më të madhe të veprimtarisë tuaj në këtë fushë për të orientuar nga qëllimi dhe për të gjetur mjetet e dura se sa thjesht duke përdorur një mjet po pa qëllim. Ju përmendet atë ndikimin shoqëror që sindikata duhet të kenë. Tani, çështja qëndron edhe tek antarësia e sindikatave. E përmenda pak më lart që punojësit ndonjëherë nuk arrin të organizohen, ju thatë që kodi punës, ça drejta ja u jep a priori dhe duhet një punë më e lartë për të rritur më shumë nivelin. A mendoni se ne kemi punojësit dhe të lirë për të antarësuar në sindikata, apo çfarë i tremb këta punojësit që kanë një frikë për të antarësuar në sindikata? A mund ta shikojmë ndonjëherë në kështu kontekstin e frikës? Në Shqipëri është e vërteta nuk ka shumë liri në përgjithësi. Do thënë problemet që vendi ka me punësimin, me jetesën, arbitrariteti i madh, mungesa e institucioneve amortizues, siç janë inspektoratet e punës, po edhe sistemet dhe gjykatat etj.
nuk janë të tilla që të japin garanci që njerëzit edhe nëse pushohen apo vuajnë padrejtësira për shkak të arbitraritetit do kenë shanse që t'i fitojnë, se kjo është ajo garancia që i bën njerëzit që të mbajnë qëndrim, po edhe dekurajon pastaj abuzuesit. Dhe kjo në një aspekt në kushtet e Shqipërisë mund të jetë dhe i justifikuar. Por nga ana tjetër është i pa justifikuar që për një periudhë kaq të gjatë organizata, grupe shoqërore të cilat kanë fuqi potenciale të mos të organizohen për ta vrarë këtë lloj ndjenje frike, po jetojnë me të. Edhe këtu, kur përmenda pak më herë leadershipin, mendoj që është çështje leadershipi për të arritur, për të komunikuar dhe për të mobilizuar dhe për të bërë të mundur që të kapërcehet ky kompleks. Sepse ka një realitet i cili është, por ky realitet dhe mund të ndryshojë, po faktori i ndryshimit në këtë rast është i njëjtë, edhe objekti dhe subjekti. Ndofta në momentin që ne do ta vrasim këtë frikën, do kemi edhe këtë angazhimin masiv, ndofta dhe sindikatat do marrin një rol më shoqëror. Pra unë mendoj që të dyja janë të ndërturura. Po kemi edhe një element të tretë që ne e përmendëm, që është politika. Si mund të ndikojnë ose si mund të punojnë sindikatat me politikanët për të ndryshuar disa gjëra. Ne para disa ditësh ishim tek një prezantim i studimit që ju kishin bërë lidhje me partitë politike. Si e shikoni ju në këtë këndvështrim se si mund të bashkëpunojnë të dyja palët për ta forcuar, le të themi, legjislacionin e punës ose mbrojtur anëtarët ose punë? Dy janë mënyrat. Një është që quhet qasja normative përmes rregullave dhe normave që ekzistojnë, pra kodi i punës atë ofron garancira të cilat ne thamë që bën një shërbim si një ombrell e rëndësishme, që kanë të mirën e tyre për sa i përket qëllimit, po nga ana tjetër dekurajon angazhimin sindikal, dhe prandaj dhe unë thash pak më herët që duhet të dali përtej garancive të kodit të punës një organizatë të bëhet pak më politike dhe të marrë rol më të madh shoqëror, që i ka përcen thjesht mbrojtjen e të drejtave, sepse kështu krijohen situatë një lloj balanse ose një lloj alternative saktuar politikën dhe bën atraktive politikën që të hyjnë në negociata. Dhe duke qenë se kjo nuk ndodh, sindikatat kalojnë të pakonsideruara, pra pothuajse nuk ekzistojnë aty sepse nuk përbëjnë një faktor fuqie. Mirë po që ta ndërtosh të fuqi sigurisht që do ndërhyrje, dhe kjo është, mendoj unë, ajo që duhet kuptuar dhe duhet vënë në lëvizje. Sindikatat duhet fuqizojnë akoma më shumë veten e tyre që ndofta ta ulin politikën në tavolinë më. Sigurisht, sepse është përmes fuqizimit, sepse ç'është e vërteta dhe negociata është çështje forcash, që do të thotë që duhet të ketë një lloj simetrie në ndërveprim, duhet të ketë një lloj interesi, dhe në momentin që krijohet mbivendosje të interesit, atëherë ka dhe një negociatë e cila mundet që të rezultojë në një marrëdhënie, e cila kjo marrëdhënie mund të fuqizohet. Ajo që unë shoh të paktën është se ky lloj raporti nuk ekziston fare me sindikatat, sepse sindikatat mendoj që për shkak, edhe siç e tham dhe më herët, dhe të zanafillësve të ndarjes mbi linja partijake, pothuajse e kanë garantuar ajo që quhen votat sigurta në diskursin politik shqiptar, dhe ne këto i kemi të sigurton. Dhe ti duke mos pasur si organizat qëllime objektiva, thjesht bëhesh një shtojc e një grupimi të caktuar politik, dhe gradualisht që ka ardhur duke u venitur roli i sindikatave si organizata të dallueshme në shoqëri, dhe kjo i ka dëmtuar edhe në kuptimin shoqëror. Nëse ne do bënim një anketë dhe do pyesnim qytetarët ç'mendim kanë dhe a do donin, nuk e di kush do ishte rezultati i përgjigjeve. Për ta mbyllur këtë bisedë, se kjo është një bisedë shumë e gjatë që duhet vazhdoj me orë, pasi ka argument pas argumenti në lidhje me këtë temë. Unë duhet ju falenderoj që ishit pjesë e këtij diskutimi, pavarësisht se koha është e shkurtër për të trajtuar këtë lloj teme, dhe uroj që ndofta dhe ju bashkoheni me këtë urimin tim që sindikatat të bashkëpunojnë më shumë ndërvete, të punojnë më shumë për të thithur më shumë antarësi dhe të bëhen më shumë dikuese në aspektin shoqëror në Shqipëri. Po, faleminderit dhe juve për këtë podcast. Ishte kënaqësi për mua faktikisht për të folur për këtë temë, sepse nuk para ndodh shpesh që të ketë diskutime të tilla, dhe
Çështja Freta, duke qenë se organizatat që unë drejtoj kanë fokus demokracinë dhe po e mbyll me këtë që nuk mundet të imagjinohet demokracia pa pjesëmarrje. Dhe nuk mjafton vetëm pjesëmarrja e individëve dhe po edhe pjesëmarrja e grupeve dhe në këtë aspekt sindikata janë një blok i rëndësishëm në ndërtimin e demokracisë dhe kanë dhe për detyrë që të jenë më prezente në këtë proces. Faleminderit edhe një herë që ishit pjesë dhe që ndatë opinionet tuaja me ne.